Mirëmëngjes, ashtu siç ju kemi njoftuar, duke filluar nga dita e sotshme në Time Center dhe Time Media Podcast, do të fillojmë serialin Varësit. Do të jemi sot në një intervistë me të ftuarën e parë, një profesioniste e fushës, një mike dhe antare e institucionit, e cila do të trajtojë në përgjithësi temën e varësive. Çfarë janë varësit? Si lindin ato? Si krijohen? Si bëhemi të varur prej tyre? A duhet të luftojmë? Si duhet të përballemi me to? Janë shumë pyetje që mund na vinë në mendje. Varësit është një temë e cila akoma është tabu. Time Center, ashtu siç e ka traditë virtyshmërie, do të thyej sërish tabu. Për të gjithë përfshirë me të vetmin mision, për të gjithë përfshirë dhe edukuar qytetarin e nesërm, për të gjithë përfshirë të gjitha hallkat, prindër, mësues, nxënës, institucion, sepse ne besojmë se të mësosh kur nuk është vonë. Gjithashtu, ju rikujtojmë që po vazhdojmë me regjistrimet në ofertën sezonale për të gjitha ciklet dhe programin tonë të studimit pashkollor. Po vazhdojmë me regjistrimet për ciklin qerde, kopsht, parashkollor, programin e studimit pashkollor. Oferta ka filluar në datën 4 maj dhe përfundon në datën 15 qershor. Kujdes, kur themi cilësi dhe standard, zgjedhim Time Center. Shumë gjëra që sot mund t'ju promovohen si risi, tek ne janë virtyshmëri tradite. Zgjidhni me kujdes. E ardhmja e fëmijës suaj sot varet nga zgjedhja juaj. Zgjedhja juaj sot përcakton të ardhmen e fëmijës suaj nesër. Ju urojmë një ditë të mbar dhe na ndiqni. Të gjitha intervistat, të gjitha aktivitetet mund t'i ndiqni në kanalin dhe bibliotekën tonë virtuale në YouTube dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Tema e varësive fillon në serialin e sotshëm dhe do të vazhdojë në një seri intervistash me profesionistë të fushave të ndryshme, ku do të prekim hap pas hapi disa nga varësitë më kryesore. Vazhdoni të na shkruani, vazhdoni të na pyesni dhe jemi këtu për të qenë krahu juaj. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Ju mirëpresim.